Lloji i tretë i besës është besa me të gjithë njerëzit në përgjithësi. Momentin që dakordohesh për diçka me ndonjë person, në veçanti me muslimanët, duhet të jesh i përpikët në marrëveshjen e bërë. Thot Muhamedi alayhi salam, el muslimuna ala shurutihim, besimtarët duhet të jenë besnik ndaj marrëveshjeve të bëra. Ke bë marrëveshje, ati në atë marrëveshje, ti si musliman i tregon tjetrit, respektivisht muslimanit tjetër, se unë i nënshtrohem fjalës së Allahu xhaleshanuhu edhe për hir të Zotit xhaleshanuhu e respektoj me dinjitetin më të madh fjalën e dhanë. Gjithashtu, të nderuar besimtarë, nga shenjat e hipokrizisë, nga shenjat e munafiqllëkut është të premtojsh diçka e mos e mbajsh premtimin, respektivisht mos e realizosh premtimin. Thot Allahu xhaleshanuhu, wa ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dhe çonja në vend premtimin e dhanë, nga se innal ahda kana mas'ula, nga se njeriu i cili premton për këtë do të jape llogari tek Zoti i madhruar. Dhe për fund, ju e dini se dëshmorit të gjitha gjinahet dhe mëkatet i falen, përveç borxhit. Muhamedi alayhi salam, edhe të parët tonë, udhëheqësit tonë, sa herë kur përgatiteshin, kur mobilizoheshin për të dalë në luftë, udhëheqësi i muslimanëve ju drejtohej ushtarëve të vet duke ju thënë, kush prej jush ka borx ndaj ndonjë personi tjetër, nëse vërente se dikush prej ushtarëve ka borx, e kthente prap duke i thënë se Allahu t'i fal të gjitha mëkatet e borxhin nuk ta fal. Prandaj, thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, borxhi ndaj tjerëve është diçka shumë e rëndë, duhet të jeni siçel momentin e parë që e merr borxhin ta kthesh, nga se thot pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam, kush merr borx me qëllim që mos e ktheje borxhin prap, në ditën e Kiametit do të konsiderohet si hajduti më i madh. Prandaj të nderuar besimtar, ne që japim borx, ta japim borxhin për hir të Allahu xhaleshanuhu, normal duhet të vërtetohemi fartipi është. Por edhe ne ndodh që të marrim borx, të jemi siçel ndaj këtij obligimi, nga se në momentin që ti e vënon borxhin, atëherë Zoti mos dhash të vdesëm me borx, konsiderohesh hajdut në ditën e Kiametit. Në këtë dunja mund ta paguash borxhin o vëlla, por në botën tjetër nuk kemi dinar, nuk kemi para për të paguar borxhin, prandaj e paguan borxhin duke u konsideruar si hajdut në ditën kur del përpara Allahu xhaleshanuhu.